Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio ka deklaruar se mundësia për një marrëveshje të negociuar me Shteteve të Bashkuara dhe Kubës është aktualisht jo e lartë. Duke folur në Miami, Rubio tha se edhe pse SBA tradicionalisht preferon zgjidhje paqësore dhe diplomatike, situata aktuale me Kubën nuk krijon kushte të favorshme për dialog real. Ai theksoi se administrata amerikane mbetet e hapur për negociata vetëm në rast se ndodh një ndryshim i qasjes nga udhëheqja kubane. Megjithatë, ndërkohë, Washingtoni do të vazhdojë politikën e presionit ndaj qeverisë komuniste në Havana. Deklaratat e Rubios vinë në një moment të tensionit të lartë mes dy vendeve, pas njoftimit të Shteteve të Bashkuara për akuza penale ndaj ish-presidentit kubanez Raul Castro. Ai akuzohet për lidhje me një incident të vitit 1996, kur avion të drejtuar nga mërgjimtar kubanez u rrëzuan duke shkaktuar viktima. Qeveria e Kubës i ka mohuar akuzat duke i cilësuar ato si të motivuara politikisht dhe pjesë e një fushate presioni nga Washingtoni. Ndërkohë, Rubio konfirmoi se Kuba ka pranuar një paketë ndihme humanitare për $100 milion nga SBA në një moment kur marrëdhëniet mes dy vendeve mbeten në pikën më të tensionuar të viteve të fundit. Situata mbetet e hapur dhe pa sinjale për ulje tensionesh, ndërsa SBA sinjalizon se politika ndaj Kubës do të vazhdojë të jetë e ashpër në javët në vijim.